U njohën para 40 viteve dhe atëherë kanë dedikuar jetën njëri tjetrit. Ky Shën Valentin e gjen Dimitrin nga Elbasani që në mëngjes në dyqanin e luleve për të marrë trëndafilat e kuq për dashurinë e jetës së tij, fatbardhën. Edhe pse të dy kanë pasur një jetë shumë aktive, pasi që të dy janë artistë, filmi më i bukur i tyre është historia e dashurisë të cilën aktori i njohur tregon se si nisi. Urdhëroj të lule në shenjë të dashurisë. Njoja në fillim ka qenë shumë miqësore. Shkoshim kave, dilshim, i veja shpesh herë në shtëpi, njihesha me teatrin kësaj, me vëllain, gjithë kishim mohabet. Kjo ishte me mua, thoshte që ka. Kjo shoqja këtu është shumë e mirë. Ta bëj ty të shoqjen unë, ta bëj të shoqjen unë. E shifja unë, pa jam se për mua jetë. Henë të jetë, pastaj lindi dashuria vet. 40 vite jetë së bashku nuk kanë qenë të lehta, por sipas fatbardhës, ata ja kanë dalë duke u mbështetur për çdo gjë tek njëri tjetri. Në një marrëdhënie çift duhet të jesh edhe shok me partnerin, jo thjesht burri apo gruaja, të ndash të mirat e të këqijat, por në bashkëpunim dhe me shumë dashuri. Si çdo çift ka uljet e ngritjet e veta, qofshin ekonomike, qofshin çfarëdo lloji, por ne kemi ditur ti ka përcejmë ato. Afër gjysmë shekulli së bashku, Fatbardha dhe Dimitri bien dakord në një pikë, se thelbi i lumturisë dhe një marrëdhënie të shëndetshme është dashuria, ndaj kurajojnë të rinj që ta vlerësojnë si gjën më të bukur. Kjo është idiotësia, ta duash partnerin ose partnerin në mënyrë pa interes, me zemër. Dhe ne të dy kjo na karakterizon, domethënë si gjë. Dashuria, i them këtyre drejt, nuk blihet me para. Para e ikën e vjen, po dashurinë kurrë se gjen. Padyshim që jeta e Fatbardhës dhe e Dimitrit nuk ka qenë lehtë, pasi sfidat kanë qenë të shumta dhe vështirësi gjithashtu. Por fakti se ata festojnë sot 40 Shën Valentin tregon se mbi çdo pengesë zgjodhen dashurinë, duke kthyer historinë e tyre në veprën më të suksesshme të jetës.